Njeriu që shikoni në ekran duke improvizuar komentin e një ndeshje futbolli është gazetari Vladimir Ngjela, i cili riktheu edhe një herë tjetër kohën e dikurshme se si përcillej një ndeshje ndërval radiofonike. Në teatrin Çajupit të Korçës janë nderuar gazetarët, fotoreporterët e teknikët e sportit, të cilët ndër vite i kanë shërbyer këtij profesioni. Tonin Froku është një nga gazetarët sportiv dhe jo vetëm qarku të Korçës, ku për një gjysmë shekulli i ka dedikuar jetën ngjarjeve në tapetin e gjelbër, parketin e basketbollit, sportin e rrjetës voleybollit e shumë të tjerë. Në fjalën e tij për publikun ai tregoi se gazetaria e dikurshme ishte shumë e vështirë se sa e sotmja, e për këtë, deri që i bëhet aktorëve të sportit në juglindje, është tërësisht i merituar. Ne nuk kishim makina shkrimit. Ne kishim një blok shënimesh apo fletore me kuadratën, që ose ju kujtohet. Ne kishim telefona kështu, alo, deda. Sot është me thjesht, por ka qenë vështirë për ne të rrinim me orë të tëra në Pallat Sportit e në stadiumin Skënderbeu, në aneksin e këtij stadiumit për të sjellë madhështinë e atletikës korçare në krye Padina Evro, Ndonika Haxhani, Anila Mekçin e Piero Kasatin e jashtëzakonshëm. Do doja të isha gjallë për ta parë këtë mbrëmje e Zotit dështiem. Tiem, sepse e kisha një frikë se do ikja nga kjo jetë papa një mbrëmje të tillë kaq të madhe, për ndër të gjithë këtyre figurave të mëdha të gazetarisë sportive, të fotografisë dhe të radiofonikës. Një mbrëmje organizuar nga Këshilli i Qarkut të Korçës, i cili riktheu edhe një herë tjetër kohën e lavdishme të sportit korçar dhe atyre që e kanë përcjell tek publiku, me qëllimin për të mos harruar askënd, thot kryetari Petrika Tollkuçi. Është një kategori profesionistësh për së vërtetës, të cilët kanë punuar si para viteve 90 dhe mbas viteve 90 për të evidentuar rezultatet e sportit të Qarkut të Korçës. Kështu që edhe në këtë moment që unë po flas, po drejtohem në lidhje me ata emra që do nderojmë sot. Në këtë mbrëmje janë nderuar pas vdekjes gazetari i njohur Petrit Spao, fotografët sportiv Niko Burda, Dimitraj Bellovoda, Guri Koti e Dimitër Pine, si dhe gazetarët Redi Dandallaku, Romeo Xhinxifi e Leonard Trebicka, e për të vijuar edhe me të riun Ildi Merolli.